Shkova për t'u qeth. Edhe ra muhabeti botës tjetër. Ti tani mos shko ke berberi, edhe filloi jetët nga sure Begare deri ke sure dhe Fuse. Nuk të kupton. Ai është profesionist për qethme. Ra muhabeti botës tjetër nuk e perceptohet dot. I thash, a di si o bota tjetër? Vi unë thash dhe më qethi mu. Tha po, mo me merak të kam. Edhe iki, kohën që iki them ke qetë bukur dhe vazhdoj. Vi erës tjetër në dyqan, si e mirë jam. Edhe them, s'ka burë që më qethëm këtë botë. Qa do thush di, thash unë thash qa do theme. E së mërë ullu më sutalë se u bërë qesharak, se unë kam qeth herë, se kam problem me të qeth herë në dytë. Thash, këte ka thonë, thjesht i madhi zot në Kur'an. E u alem jeral insanu enna khalaqnahu min nutfe fe idha huwa khasimun mubin. A nuk mendon njeriu se e krijova nga i pikuj, don të më bëhet mu armik i hapur dhe thot kush do më ngjalli mu? Thuaj ai që të krijoi herën e parë. A të ka qeth dhe shkoni thuti s'm qeth kush më. Ama ulu thot se u bën qesharak. Dhe i njeri që thot kush do më bëj mu prap, ai pra që të bori herën e parë. Po ti po hyn në botën e pasionit, në botën e vesit, në botën e të keqes, nuk e kupton më këtë gjë. Dhe fillo hutohesh dhe në vend të kesh epiqendër çfarë? Të madhin Zot i qofshin fare. Të kesh epiqendër dytën të mirat e kësaj bote që i ke halal. Të kesh epiqendërën e tretë fitimin e xhenetit në botën tjetër. Të kesh epiqendër kësaj bote për sosmërinë e vetes tënde. Të kesh në epiqendër e kësaj bote në ndërtimin e një familje të shëndosh. Shtimin e arsimit, shtimin e diturisë, këndshmërinë që t'japësh ke njerëzit, ti jesh i sjellshëm me njerëzit, ti jesh i mirë, ti çfarë bën gjithë ditën ke femrat. Gjithë ditën ke bigjozi, gjithë kohës ke alkooli, gjithë ditën ke thashë themi, çu parë tim këtë botë, përveç se bëre hije kur var do bie spati.